ProLiq Podcast, u mbështet nga Rikthehemi në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Rikthehemi në vëmendje domosdoshmërinë e mbrojtjes të markës tregtare kryesisht. Në një treg që evolon me ritme të shpejta, pse duhet të siguroni mbrojtjen ligjore të markës tuaj tregtare që ju përfaqëson në fushën tuaj të veprimtarisë? Cilat janë përfitimet reale të kësaj mbrojtje ligjore dhe si mund ta realizoni ju atë? A duhet shoqëria jon t'i japi fund mentalitetit pse ta regjistroj markën kur nuk ka se si të ma marrë njeri? Po dizenjo industriale, si mbrohet dhe çfarë përfitimesh sjell kjo mbrojtje ligjore? Në cilat raste mund të themi se shpikja përbën një patent? Pse ngatërohet koncepti patentimit me regjistrimin e markës dhe si qartësohet ky konfuzion? Për të detajuar këtë temë dhe për të marrë informacion të saktë ligjor mbi procedurën që duhet të ndiqni për regjistrimin e elementëve të mësipër, kam kënaqësinë e veçantë të kem sot të ftuar avokatin Etlon Pepo, i cili është dhe ekspert disaveçar në këtë fushë. Etlon, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Si dhe një herë shumë përgëzime të sinqerta për podcastin e veçantë në fushën e drejtësisë. Ju falenderoj për prezencën, është kënaqësi e dy fisht për mua, sepse dikur ju kam pas dhe pedagog dhe e çmoj shumë faktin që një profesionist si ju është sot këtu në ProLiq. Faleminderit, reciproke. Profesor, çfarë në kuptohet me pronësi industriale dhe nga çfarë karakterizohet kjo e fundit? Në fakt, dhe më vjen shumë mirë që pyetja parë lidhet me çfarë kuptohet me pronësi industriale dhe për shkak të një konfuzioni shumë të madh dhe të përditshëm që edhe profesionistët drejtës si kundër jemi bashkë akoma nuk kanë arritur që ta identifikojnë, sepse shpesh pronësia industriale ngatrojnë me drejtën e autorit. Në vetvete pronësia intelektuale ka dy deg. Ka njëra anë që është e drejta e autorit dhe nga ana tjetër që është pronësia industriale. Dhe me pronësi industriale, për të përgjigjur dhe pyetjes suaj, ne kuptojmë pikërisht krijimtarinë e veçantë të njeriu që materializohet në fushën e tregtisë, industrisë, kjo qoftë nëpërmjet markave tregtare, nëpërmjet dizenjeve apo patentave të shpikje që ju referuat, dhe objekti tjetër i pronësisë industriale përfshin treguesit gjeografik dhe emërtimet e origjinës dhe sipas disa jurisdiksioneve të veçanta edhe sekretin tregtar, por që është i koncept në vete që nuk është një objekt i mirëfillt referuar kuadrit ton ligjor i pronësisë industriale. Ku ndryshon një markë tregtare nga patenta dhe nga modelet e përdorimit? Kjo në fakt është një pyetje shumë e vënd për shkak konfuzionit që krijon. Sot edhe profesionistës së drejtës dhe avokat e quajnë markën patent. E quajnë markën patent, ose thon markë patentuar, patent e markuar dhe mbi vendosin konceptet, ku një ndër gjërat kryesore sigurisht duhet të jemi shumë të saktë dhe në terminologji, po në mbi të gjitha në konceptimin e objekteve. Marka tregtare për të qenë njëkohësisht edhe për të trajtuar aspektin ligjor, por për të qenë edhe sa më praktik, është shenja identifikuese e një biznesi, që mund të jetë emër, logo, fjalë, figurë, dhe që shërben për dalluar mallrat apo shërbimet e një subjekti nga një subjekt tjetër. Ndërkohë që patenta e shpikjes është zgjidhja teknike e një problematike që deri në atë kohë nuk ka ekzistuar. Pra një produkt ose një proces që është e re, ka hap shpikës duke zgjidhur një problematik teknike dhe është e zbatueshme në industri. Por janë dy objekte komplet të ndryshme të pronësisë industriale. Një markë tregtare mund të regjistrohet sipas ligjit vetëm nga individi apo edhe nga personat juridik? Dhe këta të fundit apo i pari, a mund të regjistrojnë pranë të BPI-s më shumë se sa një markë tregtare? Po, në të dyja rastet është e mundur. Si për rastin e personave që kanë të drejtën të aplikojnë dhe të regjistrojnë një markë tregtare, ligji e përcakton shpërimisht që krahas personave juridik dhe personave fizik në cilësinë e tregtarit, edhe vetë një individ mundet që të aplikojë dhe të regjistrojë emrin, pra dikush që mendon që ka bërë një krimtari, kryesisht mund të jetë në fushën e argëtimit, trajnimeve, edukimit, mundet të regjistrojë markën në emrin e tij edhe pa qenë person fizik në qendrën kombëtare të biznesit. Ndërkohë është natyrisht shumë e mundur që një njëjti subjekt të aplikojë më shumë se një markë dhe të regjistrojë shumë llojshmëri markash, qoftë edhe përmes
ndryshimeve të vogla në listën e madhe dhe shërbimeve apo në pamjen e përgjithshme të markës. Le të shërbej kjo si një thirrje sensibilizuese. Realisht, çfarë benefitesh të siguron regjistrimi dhe mbrojtja e markës tregtare pranë drejtorisë së përgjithshme të pronësisë industriale? Përfitimet janë të shumëllojshme. Ajo që duhet themi në fakt është që nuk është detyruese të regjistrosh markën tregtare dhe shpeshherë subjektet nisen nga ky fakt dhe nuk e regjistrojnë duke menduar që mjafton të qenurit të regjistruar pranë QKB-s që ato të përfitojnë drejta. Që të ndalojnë në një moment të dytë për ta specifikuar si proces. Por avantazhet dhe pse është shumë e rekomandueshme dhe e këshillueshme që të regjistrohet një markë tregtare, qëndrojnë në faktin që vetëm regjistrimi një marke tregtare të jep të drejta ekskluzive mbi të. Dhe në momentin që ti e regjistron markën tregtare, pajises me certifikatën e regjistrimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, ty të lindet drejta që të ndalosh një shenjë jo vetëm të njëjtë, se shpeshherë njerëzit thonë për shembull, po e marr një rast konkret. Ndryshon në një element. Për publikun tuaj, Armani dhe Armani. Dhe thonë, jo, nuk është e njëjtë, kur ligji të jep të drejtë që ndalosh një shenjë, jo vetëm të njëjtë, po edhe të ngjashme me markën e regjistruar. Për madha dhe shërbime të njëjtës fushë dhe pak trajtime ndryshe për markat me reputacion apo të mirënjohura, cilët mund të ndalojnë edhe regjistrimin e shenjave që nuk janë të njëjta për sa i përket mallrave dhe shërbimeve. Dhe krahas kësaj, ligji të jep drejtë që me regjistrimin e markës tregtare për të evidentuar avantazhet, të kesh të drejtë që ndalosh edhe importimin e eksportimin e mallrave nën këtë shenjë, të ndalosh përdorimin në reklamime, publicitete, përdorimi në rrjetet online që sot është kthyer realisht në një fenomen shqetësues për pronarët e markave, aq më tepër në botën e rrjeteve sociale, në botën digjitale, ku shpeshherë kemi shkelje drejtave të markës tregtare dhe pajisja me një certifikat të regjistrimi të mundson t'i ndalosh, ashtu si kundër dhe çdo paketim dhe çdo lloj forme ambalazhi tjetër që mund përdoret pa autorizimin e pronarit markës. Nga shpjegimi që u bët më lindi një kuriozitet profesional. A disponojnë organet doganore tona të brendshme shqiptare një regjistër për markat e regjistruara në mënyrë që të evidentojnë kur ka shkelje në import apo në eksport? Jo eksaktësisht në këtë mënyrë, sepse në bazë të legjislacionit doganor, pra të kodit doganor dhe VKM-s përkatëse për dispozitat zbatuese të kodit doganor, është nevojshme që çdo pronar markas apo mbajtësi së drejtës në terminologjinë e përdorur nga kodi doganor të depozitojë apo të paraqesë një aplikim më vete për mbrojtjen e markave tregtare në dogan, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Dhe bashkë me këtë aplikim janë një sër dokumente që duhet paraqiten, siç i përcakton VKM-ja, pra një deklaratë, autorizim përfaqësimit kur aplikimi paraqitet nga përfaqësuesi, ashtu si kundër dhe informacion detyrues e përcakton shpërimiz VKM-ja dhe për ta bërë sa më thjesht është informacioni që shërben për të dalluar që mallrat janë origjinal. Dhe vetëm në momentin që regjistrohet ky aplikim dhe merret një vendim për miratimin e këtij aplikimi, që ka fatvlefshmëri 1 vjeçar, por mund të rinovohet pafundësisht çdo vit, atëherë dogana i lind të drejta autoriteteve doganore që të ndalojnë mallrat që ato dyshohen si të falsifikuara dhe përfshihen më pas në një proces me mbajtjen e së drejtës për të konfirmuar që mallrat janë falsifikuara apo jo, dhe në rast se konfirmohet, shkon deri në procesin e asgjësimit të këtyre mallrave. Cilat janë kostot reale financiare të regjistrimit të një marke tregtare dhe nëse do ta konkretizonim për të gjithë publikun, qofshin këto individ apo persona juridik, si bëhet regjistrimi i një marke tregtare nga ana procedurale? Bëhet online apo fizikisht? Aplikimi për regjistrimin e një marke, duke filluar nga data 1 maj 2022, mund të bëhet vetëm online, përmes platformës së shërbimeve qeveritare e-Albania. Pra është e pamundur që ta paraqesësh fizikisht dosjen për të regjistruar një markë tregtare. Për hir të vërtetës, aplikimi është relativisht i thjeshtë, sikundër dhe ju e dini edhe në cilësinë e përfaqësueses të autorizuar, por që gjithmonë këshillohet që të ketë ekspert në mënyrë që të shmanget çdo gabim në formalitete që mund të ndikojë. I cili është i parikuperueshëm. Edhe po të jetë ose shumë vështirë i rikuperueshëm dhe të ngarkon me kosto. Për këtë arsye përfaqësuesit e autorizuar mund të sigurojnë një mbrojtje më profesionale. Ndërkohë, për sa i përket faktit të aplikimit, bëhet online dhe sigurisht për ta lidhur dhe me pagesën, tarifat që aplikohen aktualisht për regjistrimin e një marke tregtare përfshin
një tarif depozitimi 7.000 lekë të reja, që është tarifa bazë për aplikimin, dhe për çdo klasë madhas apo shërbime shtesë, 2.500 lekë për secilën klasë. Pra është konsiderueshme pa përfillshme krahasuar me benefitin Me dhe benefitet si ndikon që ajo rrjedhin. veprimtarisë tregtare. Dhe kjo është faza parë. Dhe mbasi marka kalon këtë ekzaminimin për shkaqe absolute që është i rëndësishëm si kundër thatë edhe ju, publikohet në një buletin të pronësisë industriale dhe qëndron e publikuar aty 3 muaj për t'i dhënë mundësi çdo pale që pretendon që ka të drejta mbi këtë markë që ta kundërshtojë, dhe në rast se nuk kundërshtohet, Drejtoria Përgjithshme për Pronësi Industriale lëshon një ftesë për pagesën e tarifës së regjistrimit që është 6.400 lekë të reja. Pra, si kundër tha dhe ju, dhe unë të dakordsoj tërësisht, kostot në total zyrtare për regjistrimin e një marke tregtare me afat vlefshmëri e 10 vjet, që është një dekadë, që një është mbrojtje një e dekadë, zgjatur në kohë për sa i janë të takon ligjit. papërfillse në raport me ato avantazhe që ne referuam pak më parë, që sjell regjistrimi i markës tregtare. Cilat janë ndalimet që ligji parashikon për disa elementë që duhet detyrimisht të përjashtohen nga mbrojtja, pra që nuk mund t'i mbrosh që ti jem pjesë e markës tënde tregtare. Dhe ligji ka një nen veçantë që është i përafruar me gjithë legislacionet e markave tregtare kudo në botë, që titullohet apo emërtohet shkaqet absolute, dhe që e përkthyer shumë saktë si kundër bët ju, janë pikërisht pengesat që ligji ndalon regjistrimin e elementeve të caktuar. Dhe elementet që ndalohet ligji për t'i regjistruar, ose kur janë pjesë e markës duhet përjashtuar nga mbrojtja ekskluzive nëpërmjet një deklarate të posaçme, janë gjithë ato element që janë jo dallues, që janë përshkrues, dhe kur themi përshkrues për ta ilustruar që përshkruajnë apo tregojnë llojin, cilësinë, karakteristikat e mallit, pra nëse do i referohemi markës ujë Selita, uji është element që duhet përjashtuar nga mbrojtja, sepse është fjalë e përgjithshme dhe përshkruese. Ashtu si kundër mund ndodhen raste kur markat janë çorientuese, pra nëse përmban një term çaj, po ndërkohë lista e mallrave përfshin kafe, atëherë me të drejtë Drejtoria Përgjithshme për Pronësi Industriale duhet dali me një njoftim dhe thotë që çorienton konsumatorin, sepse nuk mund të mbrosh apo të përdorësh fjalën çaj dhe të çesësh kafe. Dhe si kundër në shumë raste, për çdo element që bie në kundërshtim me moralin apo rendin publik, ku çështja po e përmendtu ndër më të fundit në Gjykatën Evropiane e Drejtësisë, ka qenë çështja nëse do regjistrohet apo jo si markë la mafia. Pra, zyra e pronësisë intelektuale e Bashkimit Evropian e refuzoi për shkak se evokonte mafian që binte ndesh me rregullat dhe moralin e përgjithshëm, çështja shkoi deri në Gjykatën Evropiane e Drejtësisë, e cila la në fuqi vendimin e zyrës europiane për shkak se e konsideroi si një markë dhe element që bien në kundërshtim me rendin publik dhe moralin e pranuar publik. Të gjithë të fjalë duhet që të përjashtohen nga mbrojtja dhe në raste të caktuara mundet të refuzohet tërësisht aplikimi për markë. Ju e thatë edhe më herët, më sipër, që marka është një logo, është një fjalë, apo mund të jetë kombinimi të dyave. Si funksionon ky kombinimi i markës, logo dhe fjalë dhe ngjyrat që mund të mbrohen realisht që të jenë shoqëruese për mbrojtjen e markës tregtare? Atëherë, në rastin që depozitohet një aplikim logo që përfshin dhe figurën dhe fjalën, mbrojtja sigurohet për të dyja, si për fjalën, si për logon. Shpeshherë edhe subjekte konfondohen dhe regjistrojnë për shembull për t'u referuar edhe ngjyrave të njëjtën logo, mark logo, me ngjyra të ndryshme. Ndërkohë që mund mos i përdorin fare. Sigurisht nëpërmjet regjistrimit të një marke logo që përmban dhe ngjyra, është detyruese sepse ka një seksion që duhet plotësuar formulari i aplikimit, ngjyrat që kërkojnë të mbrohen. Dhe përveç ngjyrës të bardhë, zezë dhe gri, çdo ngjyrë tjetër duhet cituar specifikisht sipas llojit që mund të ketë ngjyra dhe që normalisht dhe rrjedhimisht vjen edhe mbrojtja. Por marka mund të regjistrohet dhe thjesht një markë kombinim ngjyrash. Gjithnjë duke pasur parasysh që të ketë një karakter dallues, ndërkohë një ngjyrë vetme është pak më e vështirë, megjithëse në rastin e markave të mirënjohura siç mund të jetë Magenta e Deutsche Telekom, që ka qenë një markë ikon ngjyrë, apo Vjolca e Milkës për çokoladata, me cilën konsumatori direkt e percepton origjinën tregtare, atëherë mund të regjistrohet dhe një ngjyrë. Po në tërësi, marka regjistrohet ose si fjalë, ose si figurë. Kur regjistrohet si figurë dhe nëse paraqitja për masa, fjala e figura janë pak a shumë të njëjta, sigurisht që mbrojtjen e merr dhe për figurën edhe për
fjalën. Dua të ndalojmë pak tek një procedurë për analogji, sepse njerëzit keq kuptohen për sa i takon regjistrimit të biznesit pranë qendrës kombëtare të biznesit, duke e konsideruar kështu që me këtë regjistrim ata kanë ezauruar regjistrimin e markës. Dhe ekziston akoma ky koncepti kolektiv që unë kam të regjistruar biznesin, pse më duhet ta regjistroj markën. Çfarë mund të themi për këtë proces? Shumë e saktë, realisht e vlerësoj trajtimin e kësaj problematike. Për shkak sepse një nga problematikat në këtë mënyrë ndihmojmë edhe subjektet e biznesit që të qartësohen është që regjistrimi në QKB nuk përbën regjistrimin e markës tregtare. Pra nuk të ngarkon e nuk të vesh ty me të drejtat që të njeh regjistrimin e markës tregtare. Madje së fundmi edhe Drejtoria për Përgjegjësi Industriale në faqen zyrtare ka vënë shënimin regjistrimin që bën nuk përbën regjistrim marke tregtare. Dhe për këtë arsye çdo subjekt që është regjistruar në QKB dhe që përdor një shenjë dalluese për të identifikuar veten e tij në treg, duhet që ta regjistrojë edhe markën tregtare për të përfituar gjithë avantazhet. Nga ana tjetër, ajo çka mund të diskutojmë është fakti që në rast se një subjekt ka emrin tregtar të regjistruar në QKB dhe një aplikant tjetër depoziton të njëjtin emër si markë tregtare, ky subjekti me kusht që të jetë regjistruar më parë në QKB së pari dhe i dyti të kenë të njëjtin objekt aktiviteti, mundet të legjitimohet që ta kundërshtojë regjistrimin e markës. Këtë e kishim edhe një situatë juridike të krijuar në fakt, si prevalon e drejta kur jemi në një situatë të tillë juridike. Një biznes për produktin apo shërbimin e tij përdor një emër tregtar prej vitesh dhe duke ushtruar aktivitet të rregullt tregtar. Në një moment dikush tjetër hap një biznes të ngjashëm dhe shkon edhe e regjistron markën tregtare, ndryshe nga biznesi i parë që operon prej vitesh në mënyrë të rregullt ligjore. Si prevalon e drejta në këtë rast? Në këtë rast ligji, në raste që parë folën për shkaqet absolute, këtu jemi të shkaqet relative, i njeh të drejtën pronarit të emrit tregtar, ose të subjektit tregtar të regjistruar më përpara, që të kërkoj ose kundërshtimin, qofse është fazë publikimi, ose shfuqizimin, qofse s'kan kaluar 5 vjet, të markës së regjistruar për shkak se cënon të drejtat e mëparshme të emrit tregtar. Pra në rast se je regjistruar në QKB për situatën që ju parashtruat dhe ke një regjistrim të mëparshëm dhe ke një objekt aktiviteti të njëjtë me atë për cilën ka aplikuar markën një subjekt tjetër më vonë, atëherë ke mundësi dhe të drejtë që t'ja rrëzos regjistrimin e markës dhe më pas sigurisht eventualisht pasoja mund të jetë që ti të aplikosh për të regjistruar markën me emrin tënd. Si mund të kundërshtohet një markë tregtare nga të gjithë të interesuarit që vën re që kjo markë tregtare ngjason me markën e tyre tregtare apo ka elemente të përafërt? Cila është procedura e kundërshtimit të markës tregtare? Procedura e kundërshtimit të markës, ashtu si kundër edhe në rastin e aplikimit për markë, mund të kryhet vetëm në mënyrë elektronike përmes aplikimit online në Albania. Shërbimi përkatës është aplikim për kundërshtimin e objekteve të pronësisë industriale dhe aty ka nën seksionin aplikim për kundërshtimin e markës tregtare, për cilën duhet kemi parasysh që marka mund kundërshtohet vetëm gjatë periudhës kur është faza 3 mujore e publikimit, pra gjatë kësaj periudhe çdo person që pretendon se ka drejtat mëparshme mundet të kundërshtoj regjistrimin e markës. A ka rivendosje në afat? Jo, për kundërshtimin nuk ka rivendosje në afat, sepse kjo afat 3 mujor është prekluziv, por nga ana tjetër, në rast se marka më pas regjistrohet dhe merr certifikat në regjistrimit, mundet të kërkosh pavlefshmërinë e markës për të njëjtat shkaqe që do e kërkoje gjatë periudhës publikimit. Dhe këtë ndryshimi është që kundërshtimin sigurisht është shumë më i rekomandueshëm sepse marka s'ka marrë akoma certifikat. Është në nivel administrativ dhe depozitohet e dhoma e kundërshtimeve, ndërsa në rast se marka regjistrohet dhe merr certifikat, duhet depozituar i njëjti aplikim tek dhoma për shfuqizim dhe pavlefshmëri. Dhe dokumentet që duhen për aplikimin, për ta shtëruar tërësisht pyetjen tuaj, përfshin formularin e aplikimit që duhet të jetë i nënshkruar elektronikisht, që është një moment tjetër i rëndësishëm që mbase duhet ta specifikojmë faktin që çdo aplikim duhet përmbajë nënshkrim elektronik nga personi autorizuar që firmos ose nënshkruan formularin e aplikimit. Pagesa e tarifës, që në rastin e kundërshtimit është 7.000 lekë të reja, sërish një tarifë le të themi normale për rëndësinë që paraqet,
dhe argumentet mbi cilët ti mbështet kundërshtimin, referuar asaj që ju thatë me drejtat e mëparshme, apo provat përkatëse mbështetje të argumenteve. Si mund të aksesohet për të gjithë të interesuarit që duan të hapin një biznes dhe të regjistrojnë një markë, regjistri i markave tregtare? Pra, unë jam biznes i ri, dua të regjistroj markën time tregtare, por nuk di ku të drejtohem. Atëherë, kjo ka në qofse se e nëpërmjet emisionit tuaj japim edhe ndonjë tips për ato që na ndjekin, sepse një gabim shumë i madh që bëjnë subjektet në Shqipëri është që referohen vetëm regjistrit online të Drejtorisë Përgjithshme për Procesi Industriale. Pra, sigurisht gjëja e parë që duhet bërë në momentin që para se të aplikohet marka, është të verifikohet nëse ka marka të njëjta ose të ngjashme që më vonë mund të përbëjnë rrezik për markën e subjektit. Dhe këtë markat kombëtare, pra markat që janë vlefshme në territorin e Shqipërisë, administrohen dhe pasqyrohen të dhëna tek regjistri online i DPP-s. Ndërkohë, krahas tyre ekziston një kategori tjetër e markash, që janë markat ndërkombëtare, të cilat nuk shfaqen tek regjistri te faqja e DPP-s, por janë në bazë një marrëveshje ndërkombëtare në cilën ne aderojmë, që quhet Madrid Monitor, që është database i markave ndërkombëtare. Aty mjafton ta specifikojmë dhe ta kufizojmë kriteret e kërkimit duke vënë AL, pra referencën për Albania, dhe të dalin markat që janë të regjistruara ndërkombëtare me efekt në territorin shqiptar. Se marka gjithmonë ka vetëm efekt territorial. Pra nëse regjistron një markë në Shqipëri, nuk mundet që të thuash e ka mbrojtur dhe në Kosovë. Mora Kosovën që jemi vend fqinj, jo më Bashkimin Evropian. Do ndalojmë pak te kjo procedura sepse mund të ketë interes të gjerë publik. Një markë tregtare që operon në Republikën e Shqipërisë ka ushtrim aktiviteti tregtar vetëm brenda Republikës së Shqipërisë në momentin që flasim, por ka vizionin e ta zgjeruarit biznesin dhe këtë markë tregtare në nivel ndërkombëtar. Çfarë duhet të di ky biznes interesuar apo ky person fizik i interesuar për regjistrimin edhe për mënyrën se si mund ta regjistrojmë markën e vet tregtare që operon vetëm në Republikën e Shqipërisë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë? Po, shumë e saktë. Pra, çdo ose në fazë, pra, gjëja më e rëndësishme është që këtë gjë mund ta bësh edhe në fazën e aplikimit, pra pa marrë certifikat të regjistrimit. Kur je duke aplikuar për Shqipëri? Kur je duke aplikuar, pra bën aplikimin fillimisht në DPPI dhe me njerë tashmë merr një numër kombëtar aplikimi, ajo ALT-ja e famshme, dhe që kur merr këtë numër kombëtar aplikimi, ti legjitimohesh që depozitosh me njerë aplikim për regjistrim ndërkombëtar të markës. Dhe këtë e bën duke u bazuar tek aplikimi kombëtar, po ashtu nëpërmjet i Albanians dhe nëpërmjet një shërbimi të veçantë që është aplikim për regjistrimin ndërkombëtar të markës, ku ti përveç se paguan një tarif 5.000 lekë në favor të DPP-s për shërbimin që po bën, më pas tarifën zyrtare në varësi të vendeve që ti kërkon ta regjistrosh. Si variojnë, sepse njerëzit janë shumë kurioz ose më saktë interesuar të dinë shifra minimale dhe maksimale regjistrimi. Një shifër minimale për X shtet. Për shembull, për ta regjistruar në Bashkimin Evropian, një shifër e përafërt është tek 850 deri në 1.000 euro, nëse regjistron përmes protokollit Madridit, pra kësaj marrëveshje ndërkombëtare që shpjeguam, ku plotësohet për të qenë sa më në terma konkret një formular aplikimi për regjistrim ndërkombëtar të markës dhe pagesën mund ta bësh dhe më vonë sepse të vjen njoftimi që pagesa nuk është kryer, po gjithmonë këshillohet që të verifikohet më përpara për të qenë sa më i saktë dhe për të shmangur në fundit vonesat. Por për hir të vërtetës duhet të thënë që krahas kësaj mënyre mundet edhe të shkosh dhe ta regjistrosh direkt tek zyra përkatëse pa u bazuar në një markë kombëtare, po kostot janë më të larta. Dhe një pyetje tjetër për markat tregtare për të kaluar më pas te dizenjo industriale. Nëse një person i interesuar apo biznes kërkon të gjejë një përfaqësues të autorizuar profesionist i cili mund t'i vinë në ndihmë për regjistrimin e markës, ku identifikohen përfaqësuesit e autorizuar në mënyrë që biznesi ta ketë më të thjeshtë gjetjen e një profesionisti? Po, është shumë e drejtë. Përfaqësuesit e autorizuar të gjithë gjenden nëpërmjet një liste emërore tek faqja zyrtare e Drejtorisë Përgjithshme për Procesi Industriale, pra organi përgjegjës për administrimin dhe regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale. Dhe aty gjenden dhe të dhënat e kontaktit, krahas email dhe numrit telefonit, dhe është një regjistër veçantë për përfaqësuesit e autorizuar për patentat e shpikjeve dhe një tjetër i veçantë për markat tregtare, treguesit gjeografik dhe emërtimet e origjinës. Dhe krahas këtij fakti, ajo që duhet thënë është që këto përfaqësues të autorizuar
kanë kaluar një testim të mëparshëm Dhe kanë eksperiencën e duhur ligjore. Po. Tani, do kalojmë pak tek dizenjo industriale. Si bëhet regjizimi i dizenjove industriale dhe çfarë elementësh duhet të përmbajë? Tingëllon sikur del me z, është e pamundur gramatikisht, ta le ta themi që është dizenjo me s. Dizenjo me s. Si bëhet regjistrimi? Atëherë, dhe regjistrimi i dizenjos bëhet sikundër gjithë aplikimet e tjera përmes e-Albanias, përmes aplikimit për regjistrim të dizenjos industriale, po në ndryshim nga marka, dizenjo përfaqëson formën e jashtme të një produkti. Pra për shembull një shishe. Një shishe, forma e jashtme. Kryesisht aspektet zbukuruese që e veçojnë një produkt nga produktet e tjera. Pra një formë e veçantë shisheje, sepse dy kushte duhet ketë një dizenjo që të regjistrohet si e tillë. Një risin, dhe kur themi risit mos jetë bërë njohur kudo më përpara në çfarëdo lloj forme kudo në botë, dhe karakteri individual që nga përshtypja e përgjithshme që krijon një konsumator i informuar, të perceptohet me produktin në mënyrë të ndryshme nga të tjerat të njëjtit sektor. Për shembull, pse është e rëndësishme rritësia, një nga rastet që ka bërë bujë lidhur me dizenjo, ka qenë një publikim që ka bërë në Instagram, mos gaboj, një nga motrat Kardashian, ndërkohë që ajo ishte në proces për të bërë dizenjo dhe humbi atë kriterin e rritësisë dhe nuk mund ta regjistronte dot më pas si dizenjo që ishte publik. Mos gaboj një sandale diçka e tillë. Sa zgjat kjo procedura ligjore e regjistrimit të dizenjos industriale? Përgjithsisht ashtu si kundër Krahasimisht me markat. Pak a shumë është e njëjta periudhë. Pra 6 deri në 8 muaj në rast se nuk do ketë kundërshtime. Se dhe dizenjo, po gjithashtu si kundër marka kur është figurë duhet logo, dizenjo duhen pamjet e dizenjo. Pra pamjet e jashtme të një produkti që depozitohen bashkë me aplikimin. Dhe periudha shkon nga 6 deri në 8 muaj, për shkak se edhe 3 muaj janë publikim që si kundër të marka dhe të dizenjot t'i japin mundësi kush pretendon që dizenjo nuk është e re, nuk ka karakter individual ose i cënon një të drejtë më parshme që ta kundërshtoj përpara dhomës për shërtimin e kundërshtimeve. Ligjërisht, si aplikohet pengu mbi një dizenjo industriale? Pengu mbi një dizenjo industriale. Dhe çfarë është, sepse e thënë kështu mes profesionistësh është lehtësisht e kuptueshme. Por le ta bëjmë me një gjuhë më të thjeshtë për audiencën që është duke dëgjuar podcast. Atëherë, çdo bar që ti mund vendosësh mbi një objekt pronësisë industriale, me ndryshimet ligjore të vitit 2021, është e mundur që të aplikohet për të regjistruar edhe pranë Drejtorisë Përgjithshme pronësisë industriale, në mënyrë që marka ose dizenji industrial në rastin konkret të ketë atë shnimin dhe mban një shnim në regjistër, që është regjistruar nëse një kontratë pengu ose çfarëdo lloj e brazvleshe me të, që nuk është ekzekutuar dhe në mënyrë që në rast se pronari do tentojë që ta shesi, ta transferojë pronësinë, mos i lejohet. Le të bëjmë një analogji pak me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Pra ajo bara që vendoset mbi pasurinë e paluajtshme vlen edhe mbi dizenjo, për shkak të vlerës financiare që mund të përmbajë. Dhe në fundit, ashtu si kundër paralelizmi që ndron shumë me Agjencinë e Kadastrës, prona e paluajtshme, në fundit edhe të gjithë objektet pronësie industriale janë një pronë dhe si kundër thatë që vlerësohen ekonomikisht në shumë konsiderueshme dhe këtu po hyn dhe kjo praktika dhe në Shqipëri gjithashtu. Tek dizenjo industriale, a mund të transferohet e drejta tek të tretët nga poseduesi apo nga pronari i dizenjos industriale tek të tretët? Dhe si bëhet kjo? Patjetër, mund të transferohet sigurisht, sërish nëpërmjet një aplikimi për transferimin e pronësisë, ku duhet në rast se kemi tipikisht 2 palë dhe njëra palë pronari dizenjos dëshiron t'ia kalojë një palë tjetër tërësisht pronësinë, atëherë bëhet një marrëveshje për transferimin e pronësisë dhe aplikohet për regjistrimin e ndryshimit të pronësisë. Në rast se do thjesht që ta licencoj, pra të japi një licencë për të përdorur dizenjon dhe pronësinë në fundit ta ruaj vetë, atëherë në këto raste duhet të aplikoj për regjistrimin e licencës. Ndërkohë, mbase duhet thënë dhe i gjë tek dizenjot, në ndryshim nga marka, një nga rastet më tipike është kur dizenjo krijohet me porosi, ose kur kemi rastin e punëdhënësit dhe punëmarrësit. Dhe të drejtat i mbeten punëdhënësit, përveç se kur parashikohet ndryshe në kontratë, por ama dhe është shumë e rëndësishme, në rast se dizenjo merr një vlerë ekonomike shumë të madhe, që e kalon raportin për cilën është paguar punëmarrësi, atëherë atij i lindet drejta për një shpërblim të arsyeshëm në raport me vlerën e dizenjos.
Se praktikisht mundet që dhe potencialisht që një dizenjo mund sjellë të mira financiare pafund në të ardhmen duke u zhvilluar. Qëndrojmë pak te patentat. Çfarë është një shpikje e patentueshme dhe kur mund të themi që mund të regjistrohemi një patent për të zbehur dhe pak konfuzionin që ekziston paralelisht me markën. Me markën tregtare, po. Atëherë, sikundër tham që në fillim të episodit sotëm, që patenta mund të jetë ose produkt ose proces që jepet për një shpikje apo për një zgjidhje teknike të një problemi që deri në atë kohë nuk ishte dhënë. Tre janë kriteret që duhet të përmbushi patenta që të marrë një certifikat dhe të njihet si shpikje. E para është risia, që sërish duhet jetë e tillë që mos jetë bërë e njohur, thot ligji, kudo në botë, në çfarëdo lloj forme të jetë e publikuar, pra duhet diçka tërësisht e re. E dyta, hapi shpikës, që nënkupton zgjidhjen teknike të këtij problemi, që nuk duhet jetë mjaftueshëm i kuptueshëm nga i personi kualifikuar i fushës, dhe e treta, zbatueshmëria në industri, pa që përgjithsisht është më e thjeshta nga tre kriteret që të jetë zbatueshme në industri. Ndryshimi thelbësor dhe që duhet theksuar është ndryshimi që solli ligji i ri numër 53/2025 për patentat e shpikjes, modele për tërimin dhe certifikatat e mbrojtjes shtetë, se tingëllon pak gjatë si titull ligji. Çfarë solli për patentat? Sepse deri para hyrjes fuqi të ligjit të ri, pra 16 gusht 2025, çdo person mund të aplikonte në DPPI, pra te Drejtoria e Përgjithshme Industriale, për të marrë patentën. Kur ai mendonte që po. Kur mendonte që ka bërë një shpikje, dhe rastet janë të panumërta. Dhe faktikisht me ligjin e vjetër, drejtoria nuk bënte ekzaminim thelbësor të shpikjes. Pra verifikonte vetëm kriteret formale. Nëse ke përshkrimin e shpikjes, dhe me këtë rast përmendim me çfarë duhet përmbaj një patent, nëse ke abstraktin, pra një përmbledhje të shkurtër të shpikjes, të thelbit të shpikjes, pretendimet e patentave, që janë objekti që mbrohet në gjykat, pra nëse ka konflikt gjykat do përqendrohet tek pretendimet, sepse përbëjnë thelbin e objektit të patentës, dhe vizatimet në varësi të situatës apo varësi të patentës. Këto element duhet të jenë pjesë e dosjes së aplikimit për patent. Dhe thjesht i kontrollonte formalisht dhe nëse jepte një certifikat regjistrimi, pra ti merr certifikatën e regjistrimit për patent shpike, kishe numrin e regjistrimit dhe një erazi kishe një shnim që thonte që brenda 10 vitesh nga data e depozitimit duhet marrë një raport hetimi nga një zyre europiane patentave, në rasti konkret, që të provojë që është shpikja. Tashmë me ligjin e ri, fatmirësisht, dhe është një nga risitë pozitive që solli DPPI-ja, nuk mundet ta marrësh të certifikat, dhe kjo shmang edhe konfuzionin që i drejtoheshin ma dha certifikatën, ku ndërkohë ishte shnimi gjithmonë që parashikim ligjor. Detyrues. Tashmë, përpara se të marrësh patentën, duhet që brenda 13 muaj nga data kur ke paraqitur aplikimin për patent, ti drejtohesh ose zyrës europiane të patentave, ose fal bashkëpunimit fundit të DPPI zyrës greke të patentave, që të marrësh një raport kërkimi. Raporti kërkimit nuk është gjë tjetër, vetë se është ekzaminim nga specialist fushës që thot, është shpikje apo jo. Nëse nuk është shpikje, është e kohë të vazhdosh me procedurat më teshme, sepse s'ka më vlerë. Nëse është shpikje, pastaj i nënshtrohesh procesit deri në regjistrim dhe merr pikërisht certifikatën e regjistrimit të patentës. Mendoj që për të gjithë kuriozitetin publik ka një vijë ndarëse që mund të japim një shembull se ku ndryshon thelbësisht patenta nga marka tregtare. Nëse do të pyesja, sa marka tregtare ka përafërsisht në Republikën e Shqipërisë të mbrojtura dhe sa patentat ka të mbrojtura? Cila është shifra? Përafërsisht. Përafërsisht mos gaboj, marka tregtare janë mbi 20.000. Ndërkohë patentat të mbrojtura numërohen me mbase do jetë egzageruar me gishta e dorës, po mund të jenë 10. Besoj e kuptua diferencën. Marka tregtare nuk është patent. Duhet kesh dutëti shumë të veçanta për të bërë një shpikje. Që të bëhet një shpikje, shumë e vërtet. A mendoni se ka një ndërgjegjësim masiv përsa i takon vedijes së bizneseve për regjistrimin e markës së tyre tregtare? Si është klima aktualisht në Shqipëri? Aktualisht, krahasimisht me vitet paraardhëse. Për hir të vërtetë, çdo vit që kalon ka një rritje të ndërgjegjësimit të bizneseve, gjë që
Tua theksojmë shumë pak pozitive. punën e mirë, shumë të mirë që bën Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale për sa i takon seancave informuese që arrin deri tek bizneset apo tek individët, që janë dhe nxitja kryesore për ndërgjegjësimin real të Shumë e të vërtetë. Dhe shoqërisë. vitet e fundit është angazhuar në aktivitete informuese në çdo rreth të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet drejtorisë së trajnimeve dhe që pikërisht që është ngarkuar edhe për këtë pjesën, që ka bërë promovimin e rëndësisë së regjistrimit qoftë markës tregtare, qoftë patentës shtëpie apo treguesve gjeografik dhe emërtimet e origjinës në çdo rreth të vendit tonë, dhe kjo, besoj, është edhe reflektimi i punës së mirë të DPP-së, është pasqyruar dhe në rritjen e numrit të aplikimeve, nëse do mbasim ose do merrnim kritere sasiore për të vlerësuar punën apo dhe rritjen e ndërgjegjësimit Më pa të kosto, bizneseve. më shumë mbrojtje, sepse nëse shkon deri në gjykat, praktikisht edhe kosta do të rriten. Kështu Edhe që koha, regjistroje në gjithashtu. fillim dhe mbro veten edhe markën tregtare. Shumë këshill me vend. Profesor, nëse do ta përmbledhje shkurtimisht ose do t'i përmbledhje shkurtimisht benefitet reale të regjistrimit të markës tregtare, cilat do të ishin ato në këndvështrimin tuaj profesional? Okej, qofse do i përmbledhja e para, të drejta e po mundohem dhe diku me fjalë kyçe, të drejta ekskluzive mbi markën tregtare. Pronë e jotja, askush nuk e përdor pa autorizimin tënd, mbron nga imitime apo keqpërdorime të markës nga subjekte të treta dhe ke të drejtë të licencosh, të transferosh për të rritur dhe për të marrë akoma më shumë benefite nga pronësia jote mbi një markë tregtare të regjistruar. Të falenderoj shumë për prezencën. Ju falenderoj dhe ju shumë për ftesën dhe po e mbyll prapë me përgëzime të sinqerta për Ju uroj emisionin. shumë suksese në vazhdimsi të punës Faleminderit, tuaj. gjithashtu. Faleminderit dhe ju që na ndiqni, ju ftoj të na ndiqni në të gjitha episodet e radhës të Pro Ligj Podcast, të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar në Pro Ligj Podcast dhe në të gjitha rrjetet tona sociale.